Radio Kosova. Aty ku rrëfimet mbesin në kujtesë. Çdo zë ka një histori. Rëno për me tregue. Të gjalla, të ralla, ekskluzive. Vetëm në Rrëfim pas rrëfimi. Zëri i së vërtetës. I kam shkuar atë dheut, pash me pash. Në shumë qytetet e botës kam qenë. Mbrëm, isha në Prekaz. Në qytetin e heronjve, mbrëm kam qenë. E jam bërë 100 herë më i vjetër. Dhe jam bërë 100 herë më i ri. Sepse aty të balli i qytetit me priste Adem Jashari në Lavdi. Qyteti kishte vetëm 59 banor. Të përjetshëm ishin banorët e tij. Burra dheu, nëna e nuse kosovare dhe fëmijë gazmor të rritur në kullat plot Lavdi. 59 dëshmorët e epopesë e Prekazit mbetën udhërrefyes të përjetshëm. Me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, në Prekaz, forca ushtarake e policore serbe rrethuan lagjen Jashari dhe sulmuan familjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Një familje e tërë, burra, gra e fëmijë, u flijua për liri. Ran 59, por u ngrit një këmbë. Një luftë titanike, një akt i jashtëzakonshëm, guximi e sakrifice, akti me unik i flijimit që bëri botën demokratike të kthej syt nga Kosova. Nga të rënët, 55 ishin antarë të familjes së Xherri Jashari, 20 prej tyre nga familja e ngushtë e komandantit legjendar, si dhe 4 të tjerë mysafir që ndodheshin atë natë në lagjen Jashari. Gjatë asaj betejë heroike, nga kullat e shëndresës e familjes Jashari shpëtuan vetëm Besarta, vajza herojt Hamës Jashari, dhe Bashkimi, djali Rifat Jasharit, i cili qau rrethimin se bashku me mikun e tij, Shekip Fazliu. I humba 56 antarë të familjes, por i fitova zemrat e 7 milion shqiptarve. Pati thënë më vonë, Rifat Jashari, vëllai komandantit legjendar. Në rrëfimin e sotëm, sjellim historinë e veçantë të njërit nga 59 dëshmorët e epopesë e Jasharëve. Bëhet fjalë për dëshmorin Faik Tahir Jasharin, djali i lagjes Jashari, i cili me 5 mars 1998 ishte nga të parët që shkoi në kullat e Shaban Jasharit, luftoi bashkë me Ademin dhe me Hamzën dhe djemtë e familjes legjendare deri në rënien e tij heroike. Pra është i vetmi nga bashkëluftëtarët që në epopenë e Marsit ra heroikisht brenda oborrit të shtëpisë së komandantit legjendar Adem Jashari, bashkë edhe medajen e komandantit Osman Gecin. Fatkeqësisht, ky fakt historik, edhe pse dihet, nuk është trajtuar sa duhet në kujtesën kolektive. Dëshmitari asaj lufte, Bashkim Jashari, në një rrëfim për radio-televizionin e Kosovës, pati dëshmuar se Faiku kishte luftuar në të njëjtin pozicion me herojin Hamës Jashari. Ai thotë se edhe rënia tyre ishte pranë njëri tjetrit. Kanë nisë rrethimin me qitë, janë ardhur dhe janë grumbulluar fabrikën e municionit dhe kanë nisë me në qitë rrethimin. Ademi u dalë na ka tregu pozicionet se ku mu vendos ne. Pozicioni i Hoxhës Ademit dhe i Dos Osman ka qenë këtu. Pozicioni i Babas Shaban ka qenë nga Tode. Pozicioni i djalit dytë Ademit Fitimit dhe djalit dytë i Hamzës ka qenë këtu. Pozicioni i Hamzës ka qenë të shtëpia atje, edhe i Faik Jasharit, ku i kanë rrot dytë aty. Pozicioni im kom të shtëpia e fundit atje, me shok dhe mëshëri aty. Ndërsa sipas dëshmisë së gazetarit,
Tashmë të ndjerë, Haqef Mulliqi dhe në medjave në Kosovë, bazuar në disa gjerimet e gazetarëve të huaj, Faik Jashari ranë të njëjtin pozicion lufte me Kushtrimin, djalin e komandantit legjendar. Luan Jashari, vëllai i dëshmorit Faik Jashari, po ashtu ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që në moshën 16 vjeçare dhe i plagosur gjatë betejës së 5 marsit, sjell historinë e plot të dëshmorit Faik Jashari, duke nisur nga figura e tij emblematike, veprimtaria, frymëzimi dhe ideali për liri. Pas atë dhe dashurisë, Faikun e kanë karakterizuar dhe shumë virtyte. Ka pas besën edhe moralin shumë të lartë. Bujarin. Gjitha tiparet e një shqiptarit të ndeshëm i ka posedu Faiku. Pastaj frymëzimin e ka marrë pikërisht nga familja, baba, qyshi, stërgjyshi, e deri te maj i pari jonë që u shqujt pra inshallah, i cili e ka ndez luftën e Sarajt në atë kohë në vitet e deshme. Ku edhe gjyshi ka qenë zbashku me vllahun e vet në luftën në Koloshin. Pastaj vitet ma vonë në për protesta, demonstrata e këtu në radhë. Sidomos edhe frymëzim shumë i madh ka qenë i heronjve tanë, të cilët kanë rënë ndër breza. Në Drenicën Brekaz, ajo ka qenë frymëzim shumë i madh për Faikun. Vlen të theksohet se edhe gjyshi nga Dajt ka qenë komandant i batalionit 2 në luftën e Shaban Pollushës, i cili deri në ramje nuk e ka në luftën deri në vitin 1947, ku edhe bie vritet Ömer Radisheva Melpas. Faik Jashari lindi me 15 korrik 1964 në Prekaz të Poshtëm, në një familje me 8 fëmijë, ku ai ishte më i madhi. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin në Skënderaj, por për shkak të kushteve ekonomike nuk vazhdoi studimet e larta. Në vitin 1983, shërbeu në ish armatën popullore të Jugosllavisë në Shibenik të Kroacisë, ku burgos disa herë dhe sipas vëllait Luanit, oficerët jugoslav tentuan disa herë ta likuidojnë edhe fizikisht. Po atje nuk ka kalu mirë Faiku për shkak qëndrimeve të tij. Është burgos disa herë, madje po shku deri atë sa që kanë tentuar edhe ta likvidojnë, siç bëjshin në ushtarët e tjerë. Ajo ju ka tregu pse ka ndodhur kjo, kur është kthy, çfarë ka përjetu? Për shkak të qëndrimeve të tij atë dhe dashës. Shumë shpesh mbyllur në përqelia, maltretime të ndryshme, derisa edhe në raste të rregojke kur e kanë çu afër detit dikon për ta likviduar, por ato ndodhë një gjatë dhe deshton ai plan, gjitha këto i tregonte vazhdimsi. Që në moshë të re, Faik Jashari mori pjesë në demonstratat popullore, bashkë me babain Tahirin, me vëllain Xhavitin, me Ademe Hamaz Jasharin, me axhallaret dhe kusherenjtë e tij. Kur u sulmua familja Jashari në vitin 1991, për shkak të qëndrimeve kundër regjimit serb, Faiku u arrestua bashkë me babain dhe me vëllain Xhavitin. Përndjekja ndaj tij vazhdoi edhe në vitin 1993, kur policia serbe tentoi sërish ta arrestonte, por dështoi fal zhdërvjellësisë së Faikut. Në atë periudhë kohore, duke parë rrezikun që po u kanosej, komandanti legjendar mobilizoi bashkëluftëtarët dhe organizoi burrat e lagjës për të qenë gatishmëritë e vazhdueshme. Që nga ajo kohë filloi edhe organizimi i rojeve gjatë natës, të cilat i koordinonte mësuesi Qazim Jashari, i cili me vonë ra dëshmori kombit. Pastaj vinë vitet 88-89, ku e tërë lagja në krye me komandantin Adem Jashari, mobilizohen për të bërë roje në ato vite, hyrjet lagjës, baba me vllazën e me migjallare dhe tërë lagja, mashkujt e lagjës. Pastaj protesta e gjitha këto ku kanë qenë çdo në ballë të tyne. Ai ka pas një marrëdhënie shumë të mirë edhe me heroin Hamaz Jashari, apo jo? Po, Hamzën, Ademin e këta në këshërit afer me të gjitha, me tërë lagjën.
Pastaj vjen viti 91, në vitin 91 sulmohet shtëpia e Shabanit, po lagja, ku në atë rast sulmohet edhe shtëpia jonë, ku forcat të mëdha kamësori edhe me helikopter atëre arrin edhe futën mbrana në shtëpi, ku me që rast bastisja më në tretime, kemë qenë krejt familja këto, ku arrestuan baba me 2 vllazërit, Faikun edhe Xhavetin, edhe me një pjesë madhe të lagjes. Edhe dërgohen në Mitrovic, pas disa ditësh maltretime dhe kestrajtimeve të shumta, atëherë lirohen. Sa ditë i kanë majtë? Muna me gabu në sakt me ditë, mirë po janë majtë disa ditë, edhe pastaj janë lirue, pastaj vjen viti 93 ku vinë për ta kërku, për ta arrestu, dhe Faiku nuk ju del, edhe kështu fillen dhe më thonë një pjesë e veprimtarisë e tij, deri kur vjen koha e 22 janarit. Po sigurisht, në këto me Ademi ka qenë, do më thonë, shtërmëllari gjitha këtyne, mirë pa edhe shumë gjona dhe nuk i ka tregu shumë gjona për shkak se atëherë ka qenë asisoj koha, por nuk i ka tregu shumë gjona. Lagja Jashari ka qenë gjithmonë kompakt, ka qenë e bashkuar edhe unifikuar sa i përket luftës edhe shlirimit të vendit. Pas sulmit të ushtrisë dhe policisë serbe me 22 janar të vitit 1998, mbi familjen e komandantit legjendar Adem Jashari, ku u plagosën vajzat Selvetja dhe Iliriana, u bëhe qartë se Serbia do të sulmonte sërish mbi Jasharët. Prekazi tashmë ishte në gjendje gatishmërie. Me 22 janar, ne kemi qenë këtu në shtëpi, dhe Faiku, edhe ende gjukrizma ne jemi qumë, dhe jemi pregadit, kemi dal, kur kemi dal, tu ka ardha Ademi kësajt pikërisht me një dajt vetin vetemi, edhe të bashkanxhit me ta dhe i ka shkue në shtëpinë e Ademit atje. Unë jam shku mas tyne si i ri, pastaj ardha dhe baba, ku ato do më thoni kem pa gjanat metjet e serve të njësi speciale tyne cilat i këshin lanë që këshin ikë prej ato. Pastaj plagosja ato kanë do edhe 2 vajza, edhe 2 bakti janë vra. Vlen të theksohet se arrin ato edhe Agja jam Halili, i cili merr vajzat e plagunës edhe i dërgon me makinë të vete deri në Polac për marrë trajtim mjekësor. Tash Halili edhe ajo dëshmori komit, cili ka ramën as 6. Pas 22 januri, atëherë bëhat organizimi i plot i tërë lagjes ku bëhen takime dhe mbledhja dhe ku merret vendim që disa pika të bëhen ndrojnë. Dikun 4 pika, edhe atëherë kanë vazhduar në mbajtje roje për çdo natë deri në 6. Saktimin e pikave për këtë pjesë të bëi Qazim Jashari. Ishte si përgjegjës për caktimin e, do më thonë, kush me kanë se u bajke një kombinim, një ma i mjekun, një ma i ri me dalë në roje. Edhe disa poshtë atje në asiri. Edhe rojet kanë vazhdue në 4 pika deri me 5 mars, kur edhe ka ndodhur rasti. Me 4 dhe 5 mars të vitit 1998, kur forcat serbe vendosën rrethimin e hekurt mbi Prekazin dhe Drenicën dhe sulmuan familjen e komandantit legjendar, Faiku ishte roje deri në orën 3 të mëngjesit të 5 marsit. Rreth orës 5:30, nëna Sofia e zgjoi nga gjumi, pasi kishte dëgjuar zhurmat e makinerisë së ushtrisë serbe. Faiku niset këmbëzbathur drejt familjes legjendare, dhe aty, për 3 ditë luftoj krah për krah me trimat që me sakrificën e tyre ndryshuan rrjedhën e historisë. Lufta ishte e pabarabartë. Rezistenca titanike po bëhej jo vetëm në kullat e Shaban Jasharit, por në gjithë lagjen e Jasharëve. Atë ditë ran heroikisht edhe axhallaret e Faikut, Beqiri, Halili, Qazimi, Sherifi e Nazmiu. Ran 59 dëshmorë. Rojet janë pa të caktume,
se cili ka ditë orarin e vetë, çdo natë ka ditë orarin e vetë, e mboka 3 orë roje, se cili ka ditë prej cilës ore u shku e ka ndrimi i rojës, edhe faiku ka qenë atë në deri në ora 3 të mëngjesit 5 marsit, pastaj ka orë me pushu, në atë rast mëngjes herët në ora 6 kujtojsh, saks me ditë, na ka zgju nona, thëtë që kështu dëzhorma, atër ne jemi zgju, edhe ja ka afru një gotë qumsht, mirë po nuk e ka marrë gotën e qumshtit, prej gutës, edhe na këto prej këto e kem përcjellë në babën, edhe ka shku duk brapu, edhe u fut direkt në shtëpinë Shaban Jasharit, edhe ato mas pak kohë kanë filluar gjithçka që dihet botërisht. Do më thonë qysh në fillim të sulmit. Pa fillu sulmi. Pa fillu sulmi ka shku. Pa fillu sulmi, ka shku, është puta të mbrana, ka jetë që gati edhe gjësore, u shku, atëherë kanë fillu sulmi. Tu vlen të theksohet se pa i kur shku, futa tu dhe ka bo ramjen. Mirë po, të këto pjesë, ku janë një pjesë që fatmirësisht kanë shpëtu, gjallë, ato ka qenë atë pjesë, në ato pozicione ka qenë edhe migja jam Halili. Të cilë kanë bo ato deri, dikon nuk e di sakt mes ditës se kanë në pozicionet. Edhe pastaj kanë vazhdu Sherifi ka qenë, edhe Alia, po flasë për ata të cilët kanë ra. Pastaj forcat sërbe kanë fillu që të futën këtë pjesën të, edhe këta kanë vazhdu për një dalë edhe më ndalu që mës të futën se ka pas shumë antartë familjes poshtë atje në ato shtëpijat, edhe gjatë aty në luftime prap të rrept, atëherë bie herojkisht Halili, Sherifi, pastaj me vonë bjen edhe tjetëri miq Beqiri, Qazimi, që Nazmia, këta janë gjithsej komplet flamjet. Ragipi ka shpëtuar, se Ragipi ka qenë me këta natë grupë ka qenë mirë, po Ragipi ka shpëtuar zbashku me të tjeret, fatmirësisht kanë në fit në dalë nga US. Atë 5 mars, kur prekazi po digje i flak, u plagos edhe Luani, vëllai i Faikut, dhe motrat e tij, Minirja dhe Fatimja. U plagosën edhe 10 banorë të lagjës, të cilët u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre që tashmë po digjeshin flak. Ata që arritën të shpëtonin, u larguan për në fshatrat për rreth prekazit. Edhe familja Faikut u streua për një kohë në familjen Ibrahim Gjakës në fshatin Oshtlan. Dërsa ju fot flaka shpis, do keme shin gjitha dritaret krejt prej sulmit, ose nga plumbat nga marrëm edhe plak, dikush ma let, dikush ma ran 3 antartë familjes, edhe dikush lëndu. Ndërsa mas dikun vonë, tani natën kemi arritë dhe na që të dalim nga rrejtë. Ku keni shku? Na fillimisht kena shku në fshatin Libovec, përmes fshatit Prekaz, ku atje kemi najtë bejta, një natë me babën, atje pastaj kem vazhdu në Oshtlan të Ibrahim Gjaka. Këto emocione më të mëdha i kanë pas familjarët, se sa ne, sepse ne kemi qëndru këtu deri në orë e vonat, do më thonë 5 marsit deri vonë mas që ka ra tërë. Pastaj na kur kemi shku tjera pjesë e familjes janë poshtë atje, të migjallarë atje, ata kur na kanë pa gjithë kishin një gëzim, se thëshin pas ka shpëtu edhe dikosh, sepse nuk o dike absolut që kush po shpëton e kush po rritet. Deri sa e pashe fizikisht nuk më ishe mi ditë. Po na për një gjatë e tilë për Faikun e kënë ditë, pasi që ai vetë ka qenë i kryun ashtu, edhe është ditë që ai Ka qenë i vendosur? Ka qenë shumë i vendosur edhe është ditë që nuk prenon edhe me dalë për jetë. 3 ditë luftime të një familjeje kundër një ushtrie deri në Flijem. Akti vetë flijues, i heronjve Adem dhe Hamez Jashari, babajt të tyre Shabanit, Dajes Osman Geci, Hamet e Sal Jasharit, Faik Jasharit, Halilit, Beqirit, Aliut, Sherifit, Hajzerit, Ramizit, Kajtazit dhe shumë të tjereve,
Gra, pleqe fëmi, përbën një sakrificë sublime që tronditi ndërgjegjen kombëtare dhe ndërkombëtare dhe mobilizoi popullin, të rinjtë dhe të rejat, që të vazhdonin luftën për liri. Për ramin e tyne një gjanve që kem pritë, e kem ditë, sepse aq ka qenë lufta ashpër, aq ka qenë, dhe me thonë, e pabarabartë, aq ka qenë armaten, gjithaj armaten që është shprazër këto, o qene ka qenë, sigurisht që ka qenë e pritur, e se qëfar ndodhi. Mirë po, këtu i ka lufta në e shumë pregaditën psikisht që dohet luftu dhe dohet sakrifiku për lirinë e vendit. Po, këtu edhe dështoj Serbia pasi që ranë 59 për ngretën në miliona dhe vazhduan rrugën dhe në shtërimin. Sigurisht që ishte luftë edhe na është çdo herë në luftë do të jesh pregaditën edhe na kuptohet edhe si familje, si lagje na kemi qenë pregaditën psikisht për një gjatë tillë. Pasi që në luftë është shumë e rëndësishme përgatitja psikike. Edhe kësaj paraprinin ngjarjet e Likoshanit e Qyrezit e Udit, të u prit pe qastit në qast, pe minutit në minutë që të ndate. Mirë po ne kënë qenë vendosën që të rrimë to, edhe asë familjarët nuk kanë premu që të largohë nga këto, ku kemi qenë së bashku me gjithë familjarët. Luan Jashari konfirmon rënjën heroike të vëllait të tij bashkë me heronjt Adem dhe Hamës Jashari me 7 mars të vitit 1998. Por siç thot, u mbetet dëshmitarëve ta rrëfen këtë fakt historik, këtë dëshmi të mbuluar, paksa nga pluri i harresës. Sigurisht ato ka pas lëvizje se ka qenë lufta që rrept, sa që ndrimi i pozicioneve është i obligueshëm, është i domosdoshëm në ato rrethana, por që sakt ku ka ra mund ta din vetëm kush ka qenë ato. Tash ata kanë dalë më herët ajo pjesa që thash, nuk e di unë të sigurt që në cilin vend ka ra. Po tash a ka ra këto, a ka ra qëto, unë nuk mund ta di se veç ata si thojnë, o dikush thot ka ra këto me Hamzën, dikush thot këto me Ademin, dikush thot këto me kushtrimin, ato po nuk e di të sigurt që bashkë cilin vend kanë ra se është vetëm janë bjetu unë ato mas ramjes gjithve është Besarta e cila ka qenë shumë e vogël edhe nuk ka mujtë krejt ato jashtë me i pasë, tuk e pas parasysh për forma. Tahir Jashari i dha dhe odbirin e tij më të madh, por nuk u ndal. Bashkë me djalin tjetër Luanin, vetëm 16 vjeç, e vazhduan luftën deri në ditën e shqirimit, nga që mbi shqiptarët e Kosovës atë botë po ushtrohej një gjenocid i papar nga pushtuesi barbar serb. Ne pastaj kush e shumë të ngjall na e vazhduam deri në shlirim, vazhduam luftën, deri në shlirimin përfundimtar, e vazhduam luftën edhe pse 3 muaj. Lufta na obligoi këtë gjithve, e vazhduam luftën deri në shlirim. Pastaj kur jemi, si unë jam fut, këto në lagje jam fut edhe gjatë periudhës kur kanë pasur në kontroll forcat serbe. Kam hi këto në lagje. Si arrite? Po, në për ca rrugë alternative edhe jam hi, e kom vizitu shtëpiat, e kom vizitu atje vendin e kanë rahe. Epopeja Jasharëve vuri themelet e historisë sonë më të re, duke mbrojtur dinitetin ton kombëtar. Është ndrruar në epopejën e UÇK-s, ajo mbetet testamenti plimit, guximit, sakrificës dhe vendosmërisë për liri. Epopeja simbolizon sakrificën, qëndresën edhe mobilizimin e përgjithshëm për lirinë e vendit. Kështu që unë e thash edhe më herët, ranë 59, por u ngritën me miliona shqiptar e me mira njerëz të cilët rrokën armet, disa prej tyre, shumë prej tyre edhe u flijuan për të arritur kjo që është sot liria e vendit. Ëndra gjithë të ranëve për liri, sidomos të ranëve në lagjen Jashari, është që vetëm Kosova të arrijë lirinë e plot. Kjo ka qenë ëndra e tyre që ta bojnë luftën, të sakrifikohen vetëm në një qëllim që vjen liri. Prindërit e Paik Jasharit, Tahiri dhe Sofia, janë krenar për birin e tyre. Të lodhur nga pesha e viteve, ata nuk kërkojnë asgjë më shumë përveç drejtësi. Kërkojnë që Serbia të dënohet për masakrën e kryer në Prekaz
edhe në gjithë Kosovën. Luani kujton se sa të fortë dhe krenari ishin prindërit pas rënies së Faikut. Në një intervistë asaj kohe, nën Sofia ishte shprehur me krenari para gazetarëve. Dek më të mirë për ti mbir, s'kisha dasht. Faik Tahir Jashari, i vetmi nga burrat e lagjës Jashari, që ra heroikisht në oborrin e shtëpisë së Shaban Jasharit, krah për krah me Ademin dhe me Hamzën, gjatë epopejës së Marsit, u radhejt për gjithmonë në panteonin e dëshmorëve të kombit, duke u bërë pjesë e pavdekshme e historisë sonë kombëtare. Autore Sabria Haxhiu. Realizimi teknik Shpejtim Salihu dhe Driton Bunjaku.